Mua deri tani është një reformë e suksesshme, por ne duhet të mos flasim në terma absolut. Nuk ka asnjë reformë e cila kalon pa dhimbje dhe nuk ka asnjë reformë e cila nuk ka edhe qasjen kritike. Dhe kritika për reformën në drejtësi mund të bëjmë. Ajo që është e rëndësishme është që të paktën një nga qëllimet kryesore të reformës, pastrimi, vettingu, screening i gjyqtarëve dhe prokurorëve ishte një element pozitiv i duhur për Shqipërinë, i kërkuar nga Bashkimi Evropian, po edhe nga qytetarët, për të pastruar sistemin për të pastruar sistemin nga persona të cilët ishin të korruptuar, që nuk justifikonin as jo vetëm kriterin pasuror, po as kriterin etik, moral dhe atë profesional. Dhe kjo ishte një qasje pozitive. Pastaj çështja e reformës, zgjatja e reformës, për shembull ka pasur efektet e veta, çështja e aksesit në drejtësi, backlogu i madh, pra numri i madh i çështjeve, e shoqëruar kjo edhe me hartën gjyqësore, pra me problematikat në aspektin praktik, numrin e gjyqtarëve, sidomos në gjykatat e apelit dhe numrin e çështjeve, shpërblimi politik i vettingarëve, e apelit dhe në gjykatën e lartë. Pra, këto patjetër që janë edhe element që asociohen me një reformë, po t'i vëmë në balancë, pra elementin pozitiv pluset dhe minuset, unë do thosha që reforma në drejtësi padyshim që ishte një arritje për Shqipërinë, dhe elementi tjetër është që dua ta them që procesi i vettingut përfundon në qershor të këtij viti, pra me gjithë zgjatjen. Që do të thotë që pjesa tjetër e vettingut dhe vlerësimit të magjistratëve, të gjyqtarëve dhe prokurorëve do t'i kalojnë dy organeve tashmë të menaxhimit të sistemit të drejtësisë, qoftë KLG-ja për gjyqtarët dhe qoftë KLP-ja për prokurorët. Ndaj ai është një proces i vazhdueshëm, i qëndrueshëm dhe që sigurisht do të japi efektet e veta edhe më vonë. Në gjykimin tim, e rëndësishme është qëndrueshmëria e reformave. Siç flasim për sistemin e drejtësisë dhe gjyqësorin, ashtu edhe në fusha të tjera. Dhe nga ana tjetër, me që jemi këtu, unë doja të thosha që nëse në organet e sistemit të drejtësisë aktualisht ne përmendim gjërësisht, kjo edhe për konsum publik, SPAK-un, Bashkimi Evropian dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar që mbështesin këtë reformë vlerësojnë padyshim punën e SPAK-ut, por ama kërkojnë më shumë vendime gjyqësore. Pra, nuk mjaftojnë vetëm hetimet procedurale, dhe kjo është për të vlerësuar për SPAK-un në këtë drejtim, por ama kërkohet më shumë vendime gjyqësore në kohë për të pasur një drejtësi efektive. Dhe unë do thosha që kjo është po ashtu e rëndësishme në kuadër të këtyre institucioneve të reja dhe të efektshmërisë së tyre në praktik. Pra për mua drejtësia dhe gjyqësori mbeten element kyç tek pjesa e themelorëve, po sigurisht pa anashkaluar edhe elementet e tjerë, siç është çështja e menaxhimit kufive, migracioni, azili, prokurimi publik e kështu me radhë. Dhe në këtë kuadër, nëse do më lejoni, shumë shkurt me që lidhet, edhe ne si akademik, duke qenë se unë vi nga bota akademike, përpiqemi që të gërshetojmë për efekt edhe të gjithë curisë, të gjithë procesit të integrimit, të nevojave të tregut të punës, të gërshetojmë aspektin e formimit teoriko-akademik me nevojat që ka tregu i punës. Në këtë drejtim, unë doja të thosha që universiteti sot gjithmonë e më tepër synon përveç ndërkombëtarizimit, përshtatjes dhe përmirësimit të kurikulave edhe lidhje më të ngushtë me tregun e punës. Dhe me që jemi në këtë drejtim, do doja të përmendja projekte të ndryshme apo bashkëpunime të ndryshme me institucione, përfshirë dhe institucione të drejtësisë, përveç institucioneve të tjera qendrore apo vendore, që janë një mundësi e mirë për studentët, për të përshtatur, për të njohur me nevojat e tregut punës, po dhe për të bërë një lidhje më të madhe mes universitetit, biznesit dhe nevojave dhe kërkesave që ka tregu, jo vetëm vendas, po nesër pas nesër edhe tregu europian në këtë drejtim. Dhe këtu gjej rastin të përmend edhe një projekt të fundit që unë po drejtoj si pjesë e Universitetit të Tiranës dhe ISAS, që ka të bëjë me ndërmjetësimin. Projekti aktual që lidhet me ndërmjetësimin, i financuar nga Bashkimi Evropian, ka në vetvete 9 partnerë, ku përveç dhomave të ndërmjetësimit të Kosovës dhe Shqipërisë, janë edhe universitete, përveç Universitetit të Tiranës dhe ISAS, janë dhe disa universitete tjera partnere nga Shqipëria, nga Kosova, po edhe nga Hollanda, nga Letonia dhe Italia. Qëllimi i cili është që ndërmjetësimi, dhe me që jemi se dua ta ndërlidh me pjesën e drejtësisë, ndërmjetësimi është një mënyrë e mirë alternative për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve, pa ngarkuar gjykatat
dhe pa ju drejtuar gjyqësorit. Ndaj ne këtë frymë që në fakt e kemi në ligj dhe ndërmjetësimi është një institut i ri, po duam që ta ngrem në një nivel kurikular, t'i japim më shumë zë në kurrikulat tona dhe përmes këtij projekti të synojmë një bashkërendim më të mirë me të gjithë partnerët, jo vetëm në rajon, po edhe më gjerë, në mënyrë që standardet europiane të ndërmjetësimit të zbatohen edhe në praktik, duke bërë një ndërlidhje më të mirë mes kurrikulës universitare dhe asaj që ne ofrojmë në kuadër të ndërmjetësimit si mënyrë alternative për zgjidhjen e konflikteve para se t'u drejtohemi gjykatave ose pa që nevoja që t'i drejtohemi gjykatave, sepse në fjalë të fundit një pjesë e volumit të gjykatave vjen edhe për faktin që çdo gjë e çojmë në gjykatë, ndërkohë që kur ka mundësi alternative që ligji i parashikon, mund të zgjidhen fare mirë përmes ndërmjetësimit.